Përshëndetje, nëse ta bën dikush magjin, si mund ta prishësh magjin? Atëherë, ai që na ruan dhe na mbron është Allahu i lartësuar. E këshilloj çdo njërin, çdo njërën, që me ju lut të madhin Zot. Allahu i lartësuar thot: "Ud'uni astajib lakum", lutmuni mua të përgjigjem ju. Nëse dikush sprovohet me magji, duhet ta di që shërimi është në dorë të Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar është ai që e ka në dorë shërimin. Magjia, pra, mund të konsiderohet ashtu si sëmundjet, të cilat pra nëse mjekohen, me lejen e Zotit gjithësisë ka shërim. Ashtu edhe magjia, pra me lejen e Allahut të lartësuar ka shërim prej saj. E Kurani është shkak për të shëruar nga magjia. Nëse e gjen diçka pra që dyshon se është magji, pra e shikon që është diçka e mbështjell, ose ku di unë fije, peri, nyje, pra që duken, pra atë dyshon se është magji, atëherë të këshilloj të marrësh një enë me ujë të pastër, në të lexosh, pra duke lexuar surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kuranit. Merre atë gjën që dyshon se është magji, duke i lexuar këto sure. Nëse ka nyje zgjidhi, më pas merri dhe futi tek kjo ena e ujit, pra që ke lexuar, ndërkohë që lexon Kur'an. Nëse ka diçka të shkruajtur, pra fërkoje derisa ti ik boja. Më pas merri edhe diçi. Me lejen e Allahut të lartësuar nuk të gjen asgjë e keqe. Zoti ju rujt.